Sanduiç me pite do t'u përgatit sot edhe është o zot del e shkëlqyer. Tani si e përgatita unë? Në fillim do bëj vezët tikani. Do t'i hedh brenda vezë, i hodha, kjo është cottage cheese, mund t'i hidhni dhe djath, nuk ka problem. Ai ishte misër, pak krip, pak piper. Krip piper këto i hodha që hodha tjetër, edhe pastaje do t'a vendosë këtë skuqet e gjithë tikania, me pak vaj në tikan si që mund të shikoni. Unë marrë këto pitet janë të gatshme, në për këta dyqanët Arabi Marun. Në angles nuk para gjeni këto pitet, se ato janë të pjekura atje brenda, i pjekin brenda në dyqanë. Pastaj i hodha dhe një çik ricota cheese akoma. Këta janë specat ata gogozharit që kanë një shije fantastike. I hodha brenda tikaninë, që kishte mbetur se i dhash edhe tikani djalit, por nuk e donte ai sanduiç, unë për vete e bra kështu sanduiç. Edhe shtë hani o njerëz, mos e pyesni. Është një ide fantastike, ngopesh edhe do një 10 orë pastaj të hash prapë.